Me emër të Allahut, mëshirues dhe përdlimtar i madh. Kaf, pasha Kuranin e madhrueshëm. Po, ata janë çuditur që nga mesi i tyre u ka ardhur një paralajmërues e mohuesit thonë, kjo gjë është e çuditshme. Vallë, a pasi të vdesin e të bëhemi dhe do të ringjallemi? Ai kthimi është i largët. Na din çka do t'ua mungoj toka atyre pasi të vdesin, te ne është libri që i ruan të gjitha. Aq më tepër, ta muan të vërtetën kur u erdhi dhe ata janë në gjendje të luashme në çështjen e profetnisë. Nuk e kanë shikuar ata qiellin që qëndron mbi ta, si e kemi ndërtuar dhe zbukuruar, e i cili nuk ka kurfar të mejtë çrregullimi. Tokën e kemi shtruar dhe në të kemi shpërndar malet të palevizshme dhe kemi bërë që nga ajo të mbijnë gjithçfarë lloj bimësh të bukur, për të menduar dhe këshilluar çdo rob që i drejtohet Zotit të vet. Ne nga qielli lëshojmë ujëshirën e bekuar dhe bëjmë që me të ujiten kopshtia dhe dritërat që korren, dhe palme të humës së lartë me kalavesh njëri mbi tjetrin. Ushqim për robërit njerëzit, dhe ne me shije ringjallin tokën visin e vdekur, e kështu do të jetë edhe dalja prej tokës, ringjallja. Pas tyre kanë mohuar populli i Nuhut edhe banorët e Resit dhe Themudi, dhe Adi dhe Faraoni dhe vëllezërit populli e Lutit, dhe banorët e Aikës dhe populli i Tubas, të gjithë ata i kanë përgjigjëstruar pejgamberët dhe ndaj tyre u së ndërtua dënimi im. Vallë, mos jemi lodhur ne gjatë krijimit të parë. Jo, por ata dyshojnë në krijimin e sërishëm. Na e kemi krijuar njeriun dhe na dim çka i përshpërit shpirti atij, se ne me dijenin tonë jemi më afër se damari i tij i qafës, dhe nga të dy engjëjt të cilët i rrinë atij nga ana e djathtë dhe e majtë. Dhe ai nuk e thot asnjë fjalë e që pranë tij të mos jetë ai që mbikëqyr. Mundimet e vdekjes do të arrijnë me siguri, kësaj nuk mund të ikësh, dhe do të fryhet në surr. Kjo është dita e premtimit, dhe çdo njeri do të vijë, me të ka krahas dhe dëshmitar. Ti, me të vërtetë, ke qenë pa kujdesshëm për këtë momentin e vdekjes, andaj ta kemi ngritur perden e syve dhe shikimi i sot është i pret. Shoku i tij do të thotë, ky pranë meje është i gatshëm. U thuhet hidheni në zjarr çdo mohuesin aqi, penguesit e mjellave që kalon kufirin dhe i cili dyshon në fe, i cili pos Perëndis beson në Zot tjetër, andaj hidhat në dënimin më të rëndë. Shoku i tij do të thotë, o Zoti ynë, unë nuk e kam mashtruar atë, por ai vet ka qenë në humbje të madhe. Atyre Perëndia do t'ju thotë, mos u grini para meje, unë ju kam lajmëruar premtimin dënimin. Fjala ime nuk ndryshohet dhe unë nuk jam zullumçar i robërve të mi. Në ditën kur do ta pyesin xhenemin, a më mbushe? Ai përgjigjet, a ka edhe më? Xheneti do t'u ofrohet besimtarëve, jo larg. Kjo ju është premtuar, çdo kujt që është penduar dhe ruajtur nga kalimi i kufirit, i cili frikohet prej Perëndis edhe atëherë kur nuk e sheh kush dhe i cili vjen me zemër të kthyer ka Perëndia. U thuhet atyre, hyni në xhenet, në qetësi e mirësi, kjo është dita e përhershme. Ne të do të kenë çka të duan, e prenjesh edhe më shumë. Sa gjenerata i kemi shkatëruar par tyre, duke qenë ata më të fortë se Kureshit dhe ata brendin nëpër tokë. A ka mund të gjejnë strehim? Çuditse. Me të vërtetë, për të gjitha këto ka këshill për atë që ka mend ose që dëgjon e që është i përqendruar. Ne kemi krijuar qiellin dhe tokën dhe çdo gjë që gjendet mes tyre për 6 ditë periudha kohore, dhe nuk ka përshkoj kurfar lodhje. Andaj, duroj atë që e thon ata dhe madhëroje Zotin tënd, dhe falenderoj atë para linjës së diellit dhe para muzgut, dhe madhëroj atë në një pjesë të natës dhe pas kryerjes së namazit, dhe përgjoj e ti. Ditën kur thërrit si engjëlli therrët prej vendit të afërt, ditën kur ata do ta dëgjojnë zërin e vërtetë, ajo do të jetë dita e daljes ringjalljes. Na, me të vërtetë, japim gjallëri dhe japim vdekje dhe te ne është kthimi. Në ditën kur toka do të çavet të dalin ata me nxitim, kjo është ringjallja, por ne kjo është lehtë. Na dim mirë çka thon ata, ti nuk je ai që i shtrëngon ata të besojnë, por këshilloje me Kurani atë që i druan premtimit dënimit tim.